Miq të nderuar, ndodhem tek stacioni i trenit në Milot, sipër rrugës nacionale që lidh Milotin me Laçin me Fushkruin. Dhe dua të sjell në vëmendjen e institucioneve përkatëse një problem shumë serioz. Si pasojë e formimit gëlqëror të shkëmbinjve që janë në këtë shpat mali, kemi një erozion nga uji i shirave dhe një pjesë e shkëmbinjve që janë mbi sipërfaqe të tokës janë gryer dhe pjesa sipërme e tyre thjesht është e mbështetur mbi ato të poshtme. Ktu kemi një shembull të qartë në të cilin e gjithë lidhja ndërmjet shkëmbinjve është e shkputur, pra pjesa sipërme, ndoshta një 2 metër kub, është e pa lidhur me pjesën e poshtme dhe ndoshta thjesht me një levë mund të zbrisë dhe mund të binte poshtë, pa imagjinuar pastaj një lëkundje tërmeti apo diçka tjetër. Apeloj të gjitha institucionet përgjegjëse që të marrin masa dhe të ndërhyjnë që të thërmojnë, të shkatrojnë apo të zbresin poshtë në mënyrë të kontrolluar të gjithë të shkëmbinj dhe në foto do shikoni që janë shumë, përpara se sa të ndodhë ndonjë fatkeqësi. Ju lutem, ndërhyni në kohë dhe merrni masa përpara se sa të ndodhë ndonjë fatkeqësi. Aty poshtë kalon gjithë secili prej nesh.